Mirë se vini në kanalin ton Fuqia Trurit. A ke menduar ndonjëherë se çfarë ndodh pas skenave të spektakleve si Big Brother? A janë thjesht lojra dhe drama spontane, apo këto forma janë krijuar me një qëllim më të thellë, për të ndikuar te ne? Disa thonë se pas tyre fshihet një dorë e padukshme. Një dorë që manipulon jo vetëm trurin ton, por edhe mënyrën se si e perceptojmë botën. A është kjo thjesht një teori konspirative, apo Illuminati, organizata që shumë besojnë se e kontrollon botën përmes propagandës dhe mesazheve të fshehta, ka gisht në të gjithë këtë? Pse Big Brother mund të jetë më shumë se thjesht arktim? Sipas teorive të konspiracionit, Illuminati përdor media masive, filma, muzikë dhe spektakle si Big Brother për të manipuluar masat. Por si ndodh kjo? Duke na shpërqendruar, duke na bërë të përshëndrohemi te drama dhe konfliktet e pavlera, ndërkohë që çështjet e mëdha globale mbesin në hije. A nuk është ironike që ndërsa ne debatojmë për një banor që ka ofenduar një tjetër, shpesh harrojmë për problemet e vërteta që ndodhin jashtë shtëpisë së Big Brother? Spektaklet si Big Brother funksionojnë si një eksperiment social i madh. Vetë emri Big Brother është frymëzuar nga romani i George Orwell, nga një diktaturë e gjithfuqishme i përfaqësuar nga vëllai i madh, që kontrollon çdo aspekt të jetës së njerëzve, duke i mbikëqyrur dhe manipuluar mendërisht. A është kjo rastësi, apo emri është zgjedhur me qëllim për të treguar se ne tashmë jemi pjesë e një sistemi ku çdo gjë që shohim, dëgjojmë dhe konsumojmë na bën më të dobët e më të lehtë për të kontrolluar? Manipulimi i trurit përmes konflikteve dhe dramës. Shkenca thotë se truri ynë është i ndjeshëm ndaj negativitetit. Dramat, konfliktet dhe ofendimet janë si një drogë për trurin ton. Në vend që ne të refuzojmë këtë përmbajtje, ne kërkojmë edhe më shumë. Një studim tregon se emocionet negative si zemërimi, neveria apo turpi krijojnë një përgjigje të fortë kimike në tru, duke na mbajtur të lidhur me ekranin. Nuk është rastësi që shumica e klipeve dhe fragmenteve më të famshme të Big Brother janë ato ku njerëzit zihen, ofendohen apo tregojnë anët më të errta të tyre. Kjo është ajo që neve na tërheq. Por a kuptojmë të vërtetë se çfarë ndikimi ka kjo mbi ne? Çdo herë që shohim dikë duke poshtruar një tjetër, truri ynë mësohet ta pranojë atë si diçka normale. Kjo është arsyeja pse sjelljet toksike në jetën reale poshtohen. Ajo që fillon si argëtim bëhet standard. Dhe ndërsa truri ynë fiksohet pas këtyre momenteve, pyetja që duhet të bëjmë është: kush po përfiton nga ky cikël? Illuminati dhe qëllimi i vërtet pas spektakleve si Big Brother. Disa thonë se Illuminati nuk kontrollon vetëm përmbajtjen, por edhe mënyrën se si e perceptojmë botën. Big Brother sipas tyre nuk është thjesht një spektakël, por një laborator social ku testojnë kufijtë morale dhe mendjes tonë. Teksa ne debatojmë për sjelljet e banorëve, pyesim veten: a ka diçka më të madhe në këtë skemë? A na mbajnë qëllimisht të zënë me arktim të pavlerë për të mos parë manipulimet e vërteta që ndodhin në botë? Për shembull, një nga taktikat kryesore të manipulimit është përqa dhe sunda. Ne shohim banore duke u përqarë brenda një shtëpie, por a është kjo një reflektim i asaj që ndodh në shoqëri? Ndërsa ne debatojmë për një spektakël, çështjet si krizat ekonomike, ndryshimet klimatike apo politika globale shpesh harrohen. Pse nuk mund të ndalojmë së shikuare? Kjo është pjesa më interesante. Pse edhe kur e dim që një spektakël si Big Brother është toksik, vazhdojmë ta shikojmë. Këtu hyn në lojë psikologjia dhe marketingu. Spektakli është projektuar për të krijuar varësi. Çdo episod është i ndërtuar për të na lënë pezull dhe për të na bërë të ndjejmë se diçka e madhe do të ndodhë në vazhdim. Ky proces quhet lup i dopamines, një proces që na mban gjithmonë në kërkim të një shpërblimi të ardhshëm që nuk vjen kurrë. Është i njëjti mekanizëm që përdoret në rrjetet sociale dhe në lojrat e fatit. Por nuk mjafton vetëm kaq. Njerëzit e shohin Big Brother sepse duan ta krahasojnë jetën e tyre me të tjerët. Drama e të tjerëve na jep një ndjesi lehtësimi. Ky është një mekanizëm mbrojtës që përdoret nga mediat për të na mbajtur të lidhur dhe për të na larguar nga realiteti. Çfarë po humbasim ndërkohë që shikojmë Big Brother? Ne humbasim vëmendje për gjërat që janë vërtet të rëndësishme: familjen, zhvillimin personal, edukimin, dhe mbi të gjitha humbasim fuqinë për të menduar në mënyrë të pavarur. Sa më shumë jemi të varur nga këto formate, aq më e lehtë bëhet për të na manipuluar. Big Brother mund të jetë thjesht një pjesë e një plani më të madh për të na shpërqendruar nga realiteti.
A është Big Brother një spektakël argëtues, apo është diçka më e errët, një instrument për të na manipuluar trurin dhe mendjen tonë? Në një botë ku vëmendja është monedha më e fuqishme, kush po përfiton vërtet nga ajo që shohim? Disa thonë se kjo është pjesë e një loje më të madhe, një lojë që ne ndoshta nuk do ta kuptojmë kurrë plotësisht. Herën tjetër kur të shohësh një episod të Big Brother, mos e merr për të mirëqenë. Pyet veten, kush po kontrollon ato që shoh dhe çfarë ndikimi ka mbi mua? Siç thon ata që besojnë në teoritë e Illuminatit. Argëtimi më i rrezikshëm është ai që duket i padëmshëm. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.